cilat i ka pas edhe... Tani, dyshimi fillestar avokat është që bëhet fjalë për 2 persona të maskuar dhe sipas kamerave dhe sipas prokurorisë, organit të ndjekjes edhe policisë, edhe informacionet që dha kryetari pak momentin më bëhet fjalë ose dyshohet për persona të mitur. Tani të miturit me çka ballafaqohen, me çka mund ballafaqohen në këtë? Të miturit, nëse janë të mitur, fjala vetë i mitur, për këta vlen kodi i drejtësisë për të mitur. Për këtë vepër nga 173 nuk mund të gjykohet më shumë se 10 vjet. Deri në 10 vjet. Për vepër nga 173 vrasje e rëndë. Vrasje e rëndë edhe përkundër që vret polic? 1.9, maksimumi është 10 vite. Po, fillimisht, motivi është shumë i rëndësishëm në këtë rast. Te çdo vepër penale. Pse? Te vrasje, si qoftë vrasje e rëndë, vrasje e rëndë, automatikisht ekziston një qëllim. Motivi mund me qenë kvalifikues dhe sankcionohet me 173. Nëse s'ka motiv caktuar, po mund t'jetë një motiv jo kvalifikues, atër është vrasje e rëndëmt, jo kvalifikues. Bjen në kategorinë 172. Përpos, vrasja nga pakujdesia nuk ka motiv. Sepse në një darësëm dikush gjun edhe e godet, s'ka motiv aty. Prandaj në këtë çështje është shumë i rëndësishëm motivi. Duhet me u gjetë motivi. Qartë. Mandej, muj me trajtu